Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq dhe mirë se erdhët. Po qeshim se. Mirëmëngjes e dashur, kënaqësi. Sot i dhe shkatit 20 emisionin. Jo, dhe deri sekondën e fundit ishim fliti, flastu, fliti. Vendi jote do të ngelet gjithmonë. Po ne jemi një soi këtu, nuk ka vendi jot. Mirëmëngjes të dashur Ambisa. Ju uroj edhe unë nga ana ime një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi i ynë gatimit për të parë recita që do të përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë sot. Sot do të bëjmë bërzolla, qoftë viçi, qoftë deri këto i përzidni ju, por mënyrën se si do ta bëjmë, mund të përgatisni akoma edhe me patate. Që do të thotë kemi patate dhe për të marinuar qoftë patatet, qoftë edhe këto bërzolla, do të përdorim portokalle, limon, kemi këtu dafin, kemi rozmarin, kemi mustard. Këtu në këtë që kanë vërë, do me thënë, mix erzash të ndryshme. Që me turmerik, piper të kuq, do me thënë piper të zi, mix, do me thënë, me toj që ka hudhër brënda, qepën e thatë brënda, akoma dhe turmerik, përse do me thënë, është një mix erzash që shumë i mirë dhe aji, edhe rigon. Pra këto janë përbërësit e tjerë. Gjithashtu do të kemi vaj, dhe kripon dhe piperin që nuk mbeten asë njëherë. Shiko tani, me që i kam, do t'i vendosë këtu, do me thënë, do t'a pregatis këtu këtë lëngun, mos të bëjmë e në të tjera, hedhim që në fillim fare, fillojmë lëngun e limonit. Edhe se poran këto farat e limonit, nuk ka problem. Doni t'i hiqni, po dhe si kur të ngele e brënda prap nuk është në gjë që na prish punë. Kemi nisur me njërë nga puna me recetën e parë, do kemi edhe të tjera, sepse e shikoni që Tereza jo në shplot, që të na presi se diçka kemi mbuluar atje. Tu ka diçka surprizë, kemi fshehur, kemi mbuluar, edhe pse e kuptoni se kur është mbuluar, ka ca rregulla pune që ka fikse, dhe e kuptoni deri diku se çfarë ka këtu të kjo. Po ja, do t'ju lëm kështu me surpriza në vazhdim. 3 receta do të kemi, apo 2? 3. Kemi diçka këtej, okej. Kemi 3, do të kemi një fërges, le t'i themi fërges. Nuk e mbajti do të sekretin. Se duke punuar, duke thënë. Okej, hajde themi pra. T'i themi. Kemi fërgesën, që do t'a bëjmë me miell misri, me qumësh, qep të njoma, hudhër, nëse kini djath, mund të shtoni djath të bardhë ose djath të shkrirë, çfarë mund të ndodhet juve. Krip piper dhe piper të kuq. Pra këto janë, por bëhet një fërgesë shumë e mirë. Dhe nga që unë do të bëja këtë fërgesën sot, do ishte pa mundur që mos bënim një bukë me ullinj. Bageta, them unë, sepse do të bëjmë në atë trajtë. Ka ardhur ky brumi, ata zbulojnë një çik se duket si një tullumbac. Ja, dhe Ola këtu që na tregon edhe se me çfarë. Këtu kemi të mistrit në fakt që do e përdorim pikërisht për fërgesën, po e kemi aty Ola. Mielli Ola për çdo përdorim, shikoni çfarë rezultati i jep brumit, nuk di domethënë. Fantastik. Pastaj shija, cilësia dhe gjithçka tjetër e këtyre paketeve që do të bëjmë sot është nga ato që i merr me vete edhe i han gjatë gjithë ditës kështu. Po, i bëjnë shumë të mira. Shumë të mira. Atëherë të dashur Anvisa, si që shikoni, kam hedhë lëng limoni, lëng portokalli, kam shtuar mustardën dhe do të hedhë këto erzat të gjitha. Këto janë që i bëjnë, domethënë, japin shumë shije patateve edhe bërzollave. Hodhëm dhe këto. Ndërkohë, le t'i hedhim edhe rozmarinën, edhe pjesën e të shtojmë dhe vaj. Dafinës, po. Kripën të lutem Anila, se i kam lënë andej. Kjo është krip? Ato po, krip. Krip edhe, do të shtojmë edhe... Çfarë do tjetër? Edhe piper kemi këtu, po. Vetëm të ziun, apo jo? Të kuqin e kishim edhe aty tek ajo kishim përzierja tu, s'ka nevojë që të shtojmë më tepër. është mjaftueshëm. Urdhë faleminderit. Tani, fillimisht do të bëj marinimin e bërzollave. Dhe pastaj do të hedh patatet, të cilat do t'i kalojmë aty brenda. E janë një kështu. Edhe t'i lë këtu më një. Edhe do të shtojmë tani me një që mos të bëni me në të tjera. Dua që këto salsa që i pregatisim të na ngelen brenda te tava. Okej, pra do të marrin shije, teksa do të gatuhen dhe do lëshojnë dhe lëngjet e veta. Po, bëjnë shumë të mira. Është gjella e preferuar, do me thënë, sidomos për fëmijët është gjella më e mirë. Edhe vjen kështu si një tavë fundjave kjo, se pak ditë në ndajnë nga fundjava e inte sot. Kështu që le të sjellim këto idet e së shtunës edhe të dielës. Se neve do ta, pasi do ta nxjerr nga fura që do ta vendosim, do të bëjmë edhe një
si thua përzierje tjetër, para se të vendosim ne këtë këtu. I kemi në rregull. Tani, në cep të tavës. Pak ëzuj. Gjithmonë në cep, kjo për të mos i larguar marinimin që bëm, pra erëzat, salsën, mustardën, lënkun e limonit, të portokallit, vajin. Se të doja hedhim si për i bie që i shplam ato të gjitha dhe i shqyem të parmarinuara për sëri. Ta lëmë edhe një kështu, në këta mënyrë. Tani kemi gati për të vendosur në furrë. Shumë mirë. Shiko se thjesht bëhen? Okej. Është gjella më e shpejtë me thjesht. Erëzat të freskëta, rozmarin, gjethe dafine dhe erëzat e thata kripa. Kripa nuk është erëz, po kripa është gjithmonë aty, piperi. Më e shishme dhe më e kënaqshme për të gjithë. Është gjella më e mirë që na pëlqen të gjithëve, edhe fëmijëve, edhe të rriturve. Tani, do vendosim në furrë? E vendosim në furrë. Unë tani nuk vendos as letër kuzhine, as gjë. Ashtu, të zbuluar. Kështu të zbuluar. Nuk do na thahet, sepse shikoni të dashur Anvisa këtu ka vendosur një tavë me ujë, të cilën ajo do na ndihmojë që të mos hahen as patatet as bërxollat, por të na piqen, të krijojë domethënë një kore sipërfaqësore. Dhe shumë e rëndësishme është që të kemi një temperaturë të lartë në fillim fare, mund ta mbyllim Anila, që të thekërohet ajo. Po, temperaturë në fillim fare 220 gradë. Të temperaturë e lartë, sepse nga që kemi vënë edhe tavën, avujt e tavës do ta ndihmojnë domethënë që mos të digjet. Por të marrë atë temperaturën më njëherë që mishi të mos thahet, domethënë të bëja të koren sipërfaqësore, qoftë patatet, qoftë edhe mishi, të na ngelen krokante nga jashtë edhe të buta në brendësi, edhe mishi edhe patatet. Prandaj duhet temperatura e lartë, duhet edhe si thua tava që vendosim me ujë brenda. Mbas 30 minutave do ta ulim pastaj në temperaturën 200 gradë dhe do ta lëm edhe 25-30 minuta të tjera, do t'i shikoni. Dhe kjo varet edhe sipas llojit të mishit që juve do të përdorni. Dhe diçka tjetër, nëse do të keni mish të madh, do të vendosin mishin përpara dhe pastaj do të hedhin patatet. Prandaj them që dhe këto varen nga lloji i mishit që neve do të përdorim për të përgatitur të tavë me patate. Pra duke llogaritur pak kohën e pjekjes edhe e gatimit të dyjave, se patatet nuk është se duan shumë kohë, kështu që madhësia e mishit dhe lloji i mishit do të bëjë diferencën nëse do t'i vendosni të dyja për një herë apo mishin përpara dhe patatet mbrapa. Tani, çfarë do të bëjmë neve? Tani do të fillojmë do të përgatisim këto bukët, bagetat, sepse duhet i lëmë që të na vinë pak, edhe pastaj do t'i kemi gati për të ashtu tani. Shumë mirë. Ndërkohë shohim në recetat në ekran të tjera recetat e ditës së sotme një nga një. E para është vendosur në furrë, kështu që po e quajmë të gatuar dhe do të presim vetëm kohën e pjekjes së saj. Pra nisëm me bërxolla me salcë mustard dhe patate në furrë, na janë dashur 6 bërxolla, 6 bërxolla, okej, ne kemi 2 këtu, kemi menduar për një familje të madhe, mesatare, jo të madhe, 6 patate, 1 lugë gjelle mustard, 1 limon, 1 portokall, 1 lugë çaj rigon ose trumz, 1 gjysmë filxhani çaj vaj, 1 deg rozmarin, 1 gjethe dafin, 1 lugë mix erëzash, krip piper dhe 1 filxhan çaj ujë. Fërgesë me qep të njoma dhe miell misri. Çfarë na duhet? 3 lugë gjelle miell misri, mielin e verdhë, ola nga kompania Atlas, do ta shikojmë pas pak. 4-5 qep të njoma, 2 thelpinj hudhre ose 3 hudhra të njoma, 2 lugë gjelle vaj, 500 ml qumësht, 100 gram djath të shkrir ose djath i bardh, krip, piper dhe piper i kuq. Baget me ullin në avull, ose buk me ullin e themi shkurt, 700 gram miell, 480 ml ujë, 1 lugë gjelle maja e thatë, 1 lugë gjelle sheqer ose mjalt, 1 lugë çaj krip, 2 lugë gjelle vaj, 2 lugë çaj rigon, 1 filxhan çaj ulli. Dhe ne brumin e bagetës e kemi të bërë, të ardhur dhe pastaj si që bëjmë gjithmonë, nëse do kemi kohë në fund të bëjmë brumin, kështu? Do ta bëjmë, po patjetër, nëse do ta kemi kohë dhe mendoj se do ta kemi kohë, se kjo fërgesa është e thjesht për të përgatitur, por duhet të them që brumin fillimisht e zëm brumin, e lëm ja 20 minuta të vi pak, pastaj shtojmë pjesët e ullirit, ullinjtë dhe rigonin, e punojmë sërish dhe e lëm që të na vi. Dhe ja shikoni se sa është bërë, domethënë, dhe sa është gati brumi jonë. Faktikisht unë këtu kam përdorur 1 kilogram. Lutem Anila gëshërë, sepse më duhet pak fare. 1 kilogram nga mielli për çdo përdorim. Kështu që ne mbaruam paketimin që hapëm, do të hapim një tjetër. Sigurisht që është kompania Atlas ajo që sjell
mielin më të mirë që nga mielli i grurit dhe gjitha variantet e tij, pra për pizza, mielin bio, mielin integral, mielin e ëmbëlsirave, të kekrave farinat, gjithashtu ne sot do të bëjmë dhe një fërgesë me miell misri. Kështu që un kam këtu mielin e misrit, gjëja e parë që unë e them gjithmonë që të bëm përshtypje tek produktet e Olës është pikërisht ambalazhi, mënyra se si mielli jo vetëm prodhohet në cilësi maksimale, por vjen i sigurt edhe në duart tona, sepse shikoni që nuk kemi të bëjmë me letër, kemi të bëjmë me një paketim i cili ruan të sigurt miellin që vendoset brenda këtij paketimi nga drita, nga lagështira apo nga insektet e ndryshme. Sot do të bëjmë një fërgesë me miell mistri, mielli i mistrit i verdh që vjen më i koncentruar në ngjyrë dhe në aromë, kështu që në momentin e parë që ne hapim një paketim të miellit të mistrit, gjëja e parë që duhet të bëjmë është ta nuhasim dhe ndjejmë atë aromën dhe freskinë e tij. Gjithashtu pastaj duhet jemi të vëmendshëm të kuptojmë se mielli nga brenda duhet të vinë atë ngjyrën e verdh karakteristike në rastin e paketimit të miellit të verdh, tek i bardhi vjen pak më i zbehtë në ngjyrë, por gjithsesi dallojmë që kemi të bëjmë me një miell të mirë, i cili nuk ka asnjë lloj njolle në të bardhë apo në kafe, duket që kemi një miell të shkrifët, pra nuk kemi lagështirën dhe janë këto testet që bëhen me të nuhatur apo me të prekur që na bëjnë të kuptojmë që kemi në duar cilësinë maksimale të miellit. Kati po merret ende me brumi dhe unë të doja t'ju kujtoja pak se si mund ta nisni ju ditën, cili është plani ideal i nisjes një dite. Tani imagjinoni atë mëngjesin për më tepër sot që kemi një ditë të vranët, me zor zgjohemi nga gjumi, me zor bëhemi gati, dukemi si pa energji. Dhe dim shumë mirë se ai vakti i mëngjesit që shpesh e neglizhojmë është më i rëndësishëm. E neglizhojmë shpesh për çështje kohe, por ama një kokër vezë zier nuk do më shumë se 5-6 minuta, kështu që veza o vital është mënyra më e mirë për të nisur ditën edhe mëngjesin tuaj. Pa diskutim që është pjesë e recetave tona, si receta të kripura edhe të ëmbla, veza shumë shpesh është aty e pranishme, ndaj ju sugjerojmë vezën o vital. Do të doja që t'ju përmendja gjithashtu edhe vaktet e tjera të ditës që her pas here mendohemi se do të konsumojmë dhe sigurisht që ka gjithmonë një zgjidhje, këtë herë na vjen nga kompania tona me nën produktet e mishit. Mbi 80 produkte të ndryshme, super të freskëta, nga sallame, proshute, pancet, kremviçe e salçiçe, të gjitha llojet që ju dëshironi t'i shijoni e t'i provoni, ju ua sugjerojmë pikërisht nga tona, duke falenderuar gjithashtu bashkëpunëtorët tanë që janë çdo ditë pjesë e këndit tonë të gatimit në Vila 24. Shumë mirë, Anila. Faleminderit, Kati. Duhur për anvisat. Atëherë të dashur anvisa, si që e patë, neve kemi pasur bromin këtu që kishte ardhur, do me thëmë për herë të dytë, se e thamë që fillimisht e punojmë, e lëm 20 minuta, të na vi, shtojmë pastaj rigon edhe ulli, e lëm sërish që të na vi, ndoshta edhe 40 minuta, varet do me thëmë se sa, edhe kjo varet dhe nga ambienti, se në që ambient, nëse është temperaturat e ambientit janë të ngrota, vinë shumë shpejt brumi. Tani, ne do të ndajmë në 4, sepse unë do të pregatis 4 pageta. Shista i mirë është brumi. është bërë vërtet shumë i mirë. Shumë i mirë. Do të tregojmë se si mund t'i pregatisim këto pagetat, të cilat fillimisht i bëjmë në këtë mënyrë dhe fillojmë dhe e palosim në këtë mënyrë. Do marim tavën, Anila, do ta lëm aty, apo? Po, si të duash, e ke largë këtu? Ja, po s'postoj pak mielin. Ska që vendos të parën, sepse, jo, do t'i vendosim kështu, sepse do të bëjmë një prerje pastaj, do të tregoj më mbrapa. Nga sipër, dhe do t'i hedhim dhe pak vaj. Okej, mire keme. Ja, e bëjmë kështu, në këtë mënyrë, e hapim në këtë mënyrë, e ndihmojmë kështu, edhe ja, e palosim kështu. Sa herë ta palosim, aq më shumë bëhet, me thënë, vjen më mirë. Edhe i hapim pak këto majrat. Tani ne do t'i punojmë dhe do t'i lëm përsëri, apo? Do t'i lëm përsëri, prandaj dhe nxitova si receti të bënim këtë të parë. Okej. Pra do shohim që në pak minuta do ta mbulojmë me pecetën e do kuzhinës. të ketë ndryshuar përsëri pamjen dhe mbastinë e saj. Neve do t'i vendosim mbrapa, do me thënë, kur të kthehemi, Anila, në furrë që të na piqen, se s'ka nevojë, do t'i lëm të na vinë tamam. Po, më mirë ashtu. Edhe se s'duan shumë pak në kohë pjesës së pjekjes, se sa ardhjes
së bukës, se ajo është pjesa kryesore që të marrë edhe butësinë edhe madhësinë e duhur. Edhe këto. Por kur është ambienti ngrohtë, ato vinë shumë shpejt. Me ullinje me rigon, bëhet shumë e mirë buka, ndërkohë që kemi shtuar edhe pak vaj brënda. Edhe brumi na ka ardhur shumë mirë, e shikoni do me thënë punohet, edhe fillon të rrisë volumin me njëherë. Do të thotë që brumi është tamam ashtu si duhet. Në këtë mënyrë. U bë dhe 4-ta. Pra, me 1 kilogram miell, ne kemi nxjerr 4 bageta. 4 bukë. Bukë të vogla, të gjata, të mbushura malli. Do t'i presim një çik këtu. Ja ku e kemi recetën në ekran gjatë kohës që ne po gatuajmë, kështu që nëse nuk e keni parë në fillim kur e lexuam, këto janë përbërësit që është realizuar brumi. Ne do ta bëjmë brumin në pjesën e dytë. Thjesht nuk e bëjmë dot që në fillim dhe ta nisim punën ashtu, sepse nuk do kemi kohë pastaj të presim që të na vi brumi e të na mbushet ai tasi, ashtu siç e kishim kur nisëm transmetimin për sot. Thirrim dhe pak vaj. Edhe kemi gati, do të lëm tani ta mbulojmë me një pecetë. Do ta lëm përsëri që të vi. Po. Madje do na duhet edhe tjetër, ose është tava pak e madhe. Është e madhe, po. S'ka që peceta kemi neve këtu. Po. Se kemi problem për peceta kemi. Na kujdeset kanti që ti kemi kështu, dritë. Ja, kaq ishte shumë thjesht, shumë shpejt, edhe përgatitja do me thënë e zënjes së brumit është shumë e thjesht për përgatitur, nuk është ai brumi, unë gjithmonë bukët nuk është i bëj se e ri dhe i ngjesh me kohë, i bëj shumë më shpejt, e lë dhe nuk e di, më ka rezultuar që bëjnë shumë të mira bukët. Unë them tani javë atë si thuash miellit, është mielli i mirë, edhe ti javë miellit, unë javë miellit, po edhe duarve. Ka të bëj shumë mënyra e të gatuarit. Tani neve kemi kohë Anila të bëjmë edhe fërgesën. E pra, kemi 45 minuta më duket. Edhe do të kemi kohë që të bëjmë edhe brumin, pastaj që do t'rregojmë mënyrën se si e përgatisum brumin. Okej, jemi në rregull. Pra atëherë do të fillojmë me fërgesën me miellin e mistrit. Do kujtojmë edhe një herë pak pra përbërësit që do zgjedhim tani, se meqense deri në këtë moment kemi sjell 2 receta. Pra, bërtollat me patate që i kemi në furr, kemi treguar mënyrën se si ndahet, se si prihet, se si vendosen copozat e bagetës në tavë, kështu që tani është momenti t'i kujtojmë edhe një herë çfarë do të na duhet për fërgesën me miell. Se miellin e dim që e kemi, miellin e kemi këtu. Vaj, qep të njoma, hudhër, nëse kemi hudhrat të njoma mund të shtojmë hudhrat të njoma, nëse s'kemi mund të shtojmë hudhrat të thata, edhe kri piper, djathë të bardhë, qumësht, pjesa të razuar, po do t'i tregojmë tani mënyrën se si do t'i bëjmë. Okej, gjëja e parë, ndezim sobën. Nis dhe përfundon në tigan. Po. Bëj shumë e mirë, shumë e shishme, do të më pëlqente prapë, edhe pse kemi miell misri brenda ta, shijoni me miell misri. Më fali buk misri, se në po, me buk misri. E vërtet. Recetat e bukës së misrit i keni në YouTube, kemi bërë variante të ndryshme të bukës së misrit, kështu që nëse doni të shikoni njërën prej tyre, mund të klikoni në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, ja ky është kanali i emisionit ton, pra i Vila 24, kjo është logoja dhe ajo kopertina e parë që ju del nëse do të klikoni, kështu që aty brenda keni recetat e gatimit, kështu që nëse zbrisni pak më poshtë, sigur që do të keni edhe recetat të bukës së misrit. Dhe ja ku kemi Balkan Web në këtë moment, supportuesin ton të përditshëm në fakt, ku na publikohen gjithashtu të ftuarit, intervistat, materialet e terrenit, çdo informacion që vjen nga Vila 24, ku pa diskutim janë edhe recetat e Katerinës son çdo ditë. Kë keni ju më të lehtë, kë keni më përmbar, vizitojini dhe na shikoni jo vetëm ato që humbisni në përditshmërinë tonë, por edhe më tej më larg në kohë në atë arkivën virtuale që ne kemi aty edhe. Ju falenderojmë që na e vizitoni, na komentoni, na shkruani, na mbështesni, na komplimentoni, edhe në një kritike marrim se tani
Po sigurisht, duan ato edhe na ato. bëjnë më të mirë. E pra. Kemi nevojë. Më shumë kemi nevojë për kritika, për ato, do me thënë kërkesat tuaja, se për fjalët e mira faktikisht, me thënë drejtën. Ashtu. Duhet, po, patjetër duam ato që anvisat kërkojnë nga ne. E vërtet. Nuk duam ato që duam neve. Po se fundja ne këtu jemi për ju, çdo ditë, kështu që. Atëherë do ta lëm pak që të na zbuten këto, edhe si gjithmonë këtu tani hedhim kripën anilën që ku e kemi vendosur. Ku i ku kripa këtu e kishim? Na ka humbur kripa. Do ta kesh marrë ti andej me enët, unë nuk kam shkuar në lavamander tani. Ja. Ja, she. E kisha marrë unë të drejt ke pas anilë. Fillimisht me kripën do ta kishim vënë pak më përpara, do me thënë që thjesht një zbutje të lehtë duan pjesa e qepëve të njoma, që është e vërteta, sepse janë të njoma. Madje këtu kam hedhur edhe një 2 thelpinj hudhër. Thash që nëse ju keni hudhra të njoma, mund të shtoni një 2 hudhra të njoma. Në rast të kundërt edhe hudhra kështu të thata, përsëri bëjnë shumë të mira, të shijshme. Pasi do të na zbuten pak, do të shtojmë mielin. Ka vërdisim mielin më mbrapa. Pastaj do ta shuajmë me qumësht, do ta rregullojmë me qumësht. Dhe në fund fare do të shtojmë djathtin, edhe piperin, edhe piper të kuq. Sa e le duhet, është shumë e thjeshtë, por bëhet shumë e mirë, do me thënë edhe na del e shijshme. Tani dhe për punën e pagetave, në të njëjtën mënyrë do t'i pikim sot edhe pagetat. Do të vendosim një në avull, po, ndaj në recetës në avull, se kjo është ideja. Tavë që të na valoj, do me thënë, për na të ketë ngrosi në furrë, dhe lart do të vendosim tavën me pagetat. Dhe do t'i lëmë që të na piqen. Fillimisht edhe këto do t'i nisim në temperaturë 220 gradë fillimisht, për një 20 minuta do të ullim temperaturën në 200 gradë dhe do t'i lëmë edhe 10-15 minuta të tjera dhe do t'i kemi gati. Nuk duan shumë kohë për të bërë gati. Është momenti që ne të bëjmë një shkëputje, atë shkëputjen tonë të shkurtër të publicitetit. Po, do t'ju presim patjetër. Do t'ju presim, jemi këtu, qëndroni me News 24, shumë shpejt rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live në Guzhinë. Kati është vendosur përpara tavës me bukë, sepse janë siç e shikoni, na janë bërë gati, për t'i vendosur në furrë. Madje edhe pak më përpara t'i vendosim, mirë do ishte, por neve pritëm juve që t'ja u tregonim, do të thënë se si duhet të jenë në momentin që do të vendosim në furrë. Ndërkohë jam kujdesur që kam ndezur furrën, sigurisht, dhe tjetra kemi vendosur dhe një enë me ujë edhe këtu. Pra, njësoj si në furrën e sipërme ku kemi vendosur bërxollat me patate, pra për të bërë atë pjekjen me avull që e quajmë, vendosim një enë me ujë. Me ujë. Edhe ja u krye avulli brenda që t'i mbajtë buta. Po. Tani veprimi tjetër që do të bëjmë tek pjesa e tavës, edhe ju do ta bëni këtë në shtëpi. E heqim në gjysmën e pjekjes. Okej. E mbyllun, lutem kujdes duart. Faleminderit tani. Do t'i heq pak këto, sa të buta që janë bërë. Sepse do t'i trazoj një qik pjesën e patateve, me gjithse ato kanë trazuar. Tani e shikoni që kam dhe lëngje. Kjo salsa nuk e keni idenë se sa të shijshme, do me thënë, i bën patatet. Edhe mendoj që t'i vendosim një qik të brenda këto. T'i zhysim pak në lëngë. Në lëngë. Edhe t'i këthejmë kjo. Po, atë doja të thoja që të piqen edhe andej. Sa të mira do bëhen këto. Patatet. Aroma rozmarinës. Një aromë shumë të mirë. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Është tava e preferuar. Tava e preferuar. Do me thënë, kjo është tava që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Edhe nuk është e thënë, bëhet me të gjitha llojet e mishrave. Pra le të themi sekreti është tek marinimi. Marinimi edhe mënyra që do të krijojnë dhe atë lëngun në fund. Janë ku e keni në ekran, keni recetën. Pra, përveç bërxollave dhe patateve, gjithë pjesa tjetër është pikërisht përzierja që është bërë bashkë e këtyre produkteve për të krijuar këtë salsën, shijen edhe aromën. Pra, mustarda, portokalli, limoni, rigon, trum, zerda të ndryshme, vaj, gjithashtu rozmarina, dafina, mikserza, shkrip, piper dhe pak ujë në
në fund për ta krijuar të gjitha të lëngun që do të krijohet në tavë, edhe do t'i jap shije bërxollave edhe patateve gjithashtu. Tani, ne do t'i rikthehemi fërgesës me miell misri që e lam në skuqjen e qepës para se të shkëputet. Ndërkohë që qepa jonë është bërë gati tani, nuk ka nevojë domethënë të qëndrojmë më shumë, kemi hedhur krip, do t'i shtojmë pak piper të kuq në këtë moment, domethënë që të aromatizohet edhe qepa dhe të lëshoj aromën edhe piperi. Piper të zi, piper të kuq. Dhe me njerë do shtojmë edhe miellin e misrit, që ta kavërdisim bashkë me qepët, me hudra, edhe me aromatizuesët piperat të dyja, domethënë të kuq të zi, edhe krip, kaq kemi hedhur brenda deri këtë momenti. Ne shtojmë edhe 3 lugë miell misri. Miell misri të verdh. E kavërdisim tani bashkë me këto, ndërkohë që vjen dhe aroma e hudrës, nxjerr një aromë shumë të mirë. Edhe mielli tani më kavërdiset i kënera e miellit të misrit, nxjerr aromën e mirë. Ndërkohë më mbrapa pasi do shtojmë edhe qumshtin edhe djathin, atëherë na bëhet tamam një fërgesë që nuk e di se sa e shishme bëhet. S'është e thënë sepse duhet bërë domethënë vetëm me speca, me gjizra, me kështu, edhe në këtë mënyrë fërgesa bëhet shumë e mirë. Si duket në përtreva të ndryshme, njerëzit sipas mundësive dhe produkteve që kanë pasur, kanë sajuar edhe gatimet. Po, e vërtet. Janë sajime të cilat janë shumë të mira për të kaluar këto vaktet e drekës, pse jo edhe të darkës, bëjnë shumë të mira. Duhet pak pjesa e kësaj kavërdisjes këtu. Okej. Dhe ndërkohë, sa të trazojmë edhe pak, duhet ju them që neve do të vazhdojmë për përgatitur edhe brumin, sepse kemi bërë edhe produktet gati atje që me maja, me sheqer, krip, vaj, të cilat dhe ujin e ngrohtë. Pra këto janë produktet që ne do të përgatisim brumin. Mielli për çdo përdorim, maja, sheqer, krip, vaj, ulli, ujë të vakët, po, është i vakët, dhe një enë ku do ta përziejmë. Një punim i bukës që nuk të lodh, nuk kemi atë brumin të bërë me duar që duhet ta punojmë fort e fort, thjesht një përzierje që do ta shikojmë kur Katerina të na e tregoj, një mbulim dhe pritje që brumi të vi. Kështu që më thjesht e kaq, s'ka ku të shkoj. Erdhi momenti qumshtit? Po, ndjej domethënë aromën që ka lëshuar mielli i misrit. E hedhim në mënyrë graduale, duke e trazuar, me qëllim që të marri edhe temperaturë, mund ta keni edhe të vakët qumshin. Trazojmë këtë pjesën e parë fillimisht, pastaj shtojmë edhe pjesën tjetër të qumshtit, që mos na bëhet kokriza. E trazojmë të bëhet një trajt kremoze. Na ndihmon më mirë kështu në momentin që e hedhim nga pak, domethënë në masa. Edhe pak do. Dhe në fund ka mbetur djathi, po jo? Po. Djathi sipas asaj që kemi në shtëpi, nuk këtu shoh që kemi përzier djath të bardhë me pakës djath të verdh. Çfarë do lloj djathi që të kemi në shtëpi, nuk ka problem, djath të bardhë, djath të shkrir, djath të verdh, mix djathërash, okej. Ato që na ndodhe. Në rregull. Edhe pak, domethënë që të filloj që të na lidhet, akoma më shumë, dhe pastaj të shtojmë edhe djathin, e përzijem dhe e servirim, e kemi gati. Pra është një recetë e shpejtë edhe shumë e thjeshtë për të përgatitur, por bëhet shumë e shijshme nga pjesa e qepëve të njoma edhe e hudrës. Më duket një recetë e këndshme për darkë kjo. Se vjen e lehtë, mielli i misrit është i lehtë. Është vërtet, është i tretshëm, është i lehtë, dhe mënyra se si neve përgatisim, kështu që e ka atë edhe me bukë të thekur shkon. Po. Tani hedhim edhe pjesën e djathit, që të tretet edhe djathi brenda tek përgesa.
Vetëm se duhet i rrim të koka. Kjo është atë 5 minutin dhe duhet i rrim të koka. Këto fërgesat këtë kanë, duhet që tu qëndrosh në kokë sa ato të bëhen gati. Kur është në sobë, se kur janë këto në gaz, bëhet më shpejt faktikisht, edhe këto lloj fërgesat është mirë që të bëhen këto me gaz, sobat me gaz, apo edhe... Pra nuk ka nevoj për zjarë të ngadalshëm. Jo, nuk ka nevoj për zjarë të ngadalshëm. Të tretet edhe djati bashkë me të, edhe bra bëhet një salcë i lidhur. Ja, dhe djati tani ka bërë atë punën e vetë, e ka bërë akoma më kremoze, edhe na e bën akoma edhe më të shishme. Shumë e mirë duket nga pamja. Si tu është nxjerrë ato bulzat për të krijuar edhe e kemi gati për ta serviru. Dhe më pas do të veremi me brumin. Kati po të kujtoj që jemi në 6 minuta ko, po besoj do ja dalim... Aq sa të përgatisim brumin dhe do nxjerrim nga fura ato, sepse janë bërë gati, patatet e pam që ishin të zjera plotësisht, thjesht i kthiem domethënë që të na merret edhe një pjekje edhe në krahun tjetër. Atëherë bulzat tregojnë këto fluskat se është gati për të shërbyer një fërgesë e lidhur nga ato që hahen me çapa. Ne do ta ha me bageta sot. E mirë duket ë. Të ndihmoj kat apo ja dole vet? Faleminderit Anil. Shumë e mirë duket. Edhe mi që përdorëm kështu për të thyer edhe pjesën e ngjyrës. Po, pakës piper të kuq të ëmbël. Nëse doni domethënë ta bëni akoma dhe më kremoze, mund të shtoni edhe pak gjallë. Domethënë ta bëni pak gjallë të djegur kështu shkrirë nga sipër, pakës vaj ulliri. Këto mbeten kështu dëshira tuaja që janë gjithmonë personale. Unë po laj duart edhe fillojmë me një me brumin. Gati lan duart. Bëhemi gati për të përgatitur brumin e bagetave me ullin që kemi vendosur në furrë. Duke ju kujtuar se e nisëm me brumin e ardhur, gati treguam ndarjen, dhënien e formës, prerjen dhe pjekjen. Tani është momenti të bëjmë brumin, kështu që kur ju të shikoni videon në YouTube, bukët që kemi prezantuar në fillim, do t'i keni të përgatitura mënyrën e përgatitjes së brumit në fund. E bëj këtë sqarim se ndoshta shikoni brumin gati dhe thua, "Ok, ne do e bëjmë bukën, po këtë brumin si do ta bëjmë?" Ja kështu do ta bëjmë. Atëherë, fillimisht fillojmë dhe shtojmë pjesën e miellit. Po. Do të shtoj gjysmën e sasisë së miellit, nuk ka problem. Po, sepse tani po e bëjmë thjesht për t'ju treguar ju. Ne ndërkohë në 4 bageta që vendosëm në furrë përdorëm 1 kilogram miell. Në këtë rast kemi përdor gati gjysmën. Do të marr dhe gjysmën e sasisë sepse e kam hedhur për komplet, kështu që dhe këtu do të hedhim, duke përzier fillimisht me pak miell, jo direkt ujin mbi maja, që mos të digjet. Se bën të kundërtën, në vend që të vi, me thënë digjet majaja dhe nuk e lejon që të vi. Ndërkohë, do të shtojmë edhe krip. E të razojmë tani që të na vej kripa gjithandej. Unë ka nevojë do me thënë që ta lej që të më vi me maja të thatë, e të razojmë direkt. Do të hedhim edhe vaj. Ndërkohë po shoh Burzollat, se mendoj është momenti. Ato ndoshta janë bërë anilat që t'i heqim. Atëra, kjo nuk na duhet. Të krijojmë pak vend këtu. Marrim dhe nga furra. Ujin shtojeni në mënyrë graduale, sa të bëhet një brum. Në momentin që shikoni që shkëputet nga ena, mendojmë se nuk ka nevojë të shtojmë ujë tjetër, thjesht duam që ta punojmë, edhe pak me dorë. Dhe tava me
Atë Anila do ta serviri, mendoj unë, tek kjo pjata këtu. Po. Është ajo kapsja për të Po, vendosur. ndaj e lash. Ta shërbej unë? Po. Okej. Si që shikoni, brumi është gati. Shumë e mirë duket. Kjo ka një aromë I bëjmë një fantastike. punim të tillë, nga poshtë lartë, më thënë në këtë kështu. Edhe kjo është, do me thënë, pregatitja e parë e brumit, që tani kështu si që kemi, duhet ta lë të pushoj, të mbuluar me membranë kuzhine, mos tjetë shumë i fortë, është tamam fiks kështu si që duhet. Ta shojmë dhe njëherë. Ta lëm të paktën për një 20-30 minuta, të pushoj, me një membranë kuzhine të mbuluar, në një ambient të ngrohtë sigurisht, vjen edhe më shpejt ndoshta edhe për 20 minuta. Do ta punoni prapë sërish, do të hidhni rigon edhe ullint, një punim përsëri dhe do ta lëni që të vi dhe ishte ai momenti që ne e treguam, do me thënë, kur filluam në fillim fare, që ishte gati për të hapur, do me thënë, pregatitur ato bagetat që neve pregatitëm, i vendosëm në një tavë, nuk i lamë shumë, ndoshta në 20 minuta i kemi lënë më mbrapa, të mbuluara me një pecet kuzhine, varet tash kjo nga ambienti i shtëpisë, sa i ngrohtë është aq dhe më shpejt të vinë, dhe i keni gati pasaj për ta vendosur në furrë. Mënyra tjetër e pregatitjes së pjekjes së tyre është që unë kam vendosur një enë, po të shikoni, nuk e dinë se kemi mundësin të shofi. E pam atë. Është ena me ujë brënda, që ajo nuk i lë që të na thahet buka, i mban të buta dhe si thua piqen me avull, me erë dhe me avull. Dhe bëjnë shumë të mira. A kanë ardhur goxha? Tani, ti nxjerrim dhe bukët i shohim ai sa kanë ardhur, si mendon? Ja të laj pak dorën unë Anila dhe... Shtova dhe një qik lëngë, se besoj të salsa duhet. E largojmë tavën e patateve që nuk na duhen për momentin. Dhe ja ku e kemi Faleminderit Anila. gatimin kryesor të ditës sot. Ashtu. Atëherë, Të pas kemi nxjerrim kaluar edhe- kohën, po e nxjerrim të nxjerrim dhe që kemi bukët, vjetë i një shikoj. minutë, ose të mira janë bërë ato. Ati shofim të Ajde, nxjerrim. shohim edhe, janë bërë fantastike. Nuk e dija do duhet që ndrojnë edhe pakës ndoshta, po gjithsesi ato pamjen e... Do t'i vendosim neve prapë. Do i vendosim prapë. Shikojni një qikë sa të mira kanë dalë. E sa u fryn ka ti? Po, edhe sa të buta janë bërë. Janë të nxehta si prek ashtu. Është nxehta jo. Jo, që ti tregonim dhe ti të shikonim shkëlqyera. shumë të mira. Janë si mafishe, Me shumë të zemër buta. prestigjishan. Edhe kjo ndikon edhe avujt që neve i pjekim. Bëjnë shumë të mira bukë që nuk di çfarë t'ju them. Aromën dhe shijen e kanë shumë të mirë nga rigoni dhe nga ullintëm dhe ai kombinimi vajt. Lumshin duart. Faleminderit, I themi pastaj, i themi faleminderit, njerë mirupafshim dashur, zonjave që po na mirupafshim. ndjekin. Edhe i kujtojmë që nesër në orën 9 kemi gatime tjera. Po, patjetër. I presim këto me gatime dhe ide të reja. Mirupafshim, kalofshi sa më bukur. Ditën pare dhe për ty të lumshin duart. Faleminderit, dashur, kënaqësi.